Stabilizohet tregu i peletave në vend. Depot tani më nuk janë të zbrasta si rreth një muaj më parë. Kryetari i shoqatës së importuesve të peletave Vladimir Stojanovski njofton se ka mjaftueshëm sasi të qasshme, por çmimi i peletave vazhdon të mbetet i njëjtë sikur kur kishim krizën me mungesën e tyre, kur edhe u rritën çmimet. Aktualisht 15 kg peleta kushtojnë nga 330 deri në 360 denar. Momentalisht tregu është më i stabilizuar krahasuar me një muaj e gjysmë më parë. Ka mjaftueshëm sasi të qasshme. Çmimet janë në të njëjtin nivel të periudhës prej para një muaji e gjysmë, kur kishte një rritje të caktuar, domethënë ka stabilizim. Nuk ka rënje të çmimit, por ka stabilizim të tregut. Nga ana tjetër, numri 1 i ndërmarrjes pyet kombëtare tha se ngrohja me dru mbetet burimi më i liri i energjisë dhe interesimi i qytetarëve është shumë i lartë. Zdravko Trajanov thekson se shumë qytetarë keq përdorin këtë mënyrë ngrohjeje ku në përshporete djegin edhe mbetje të shumta që ndikojnë në cilësinë e ajrit. Ne mbetemi burimi më i lirë i energjisë për momentin në shtet. Interesimi për dru është normalisht i lartë. Më duhet të them se këtë vit të gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar me persona fizik dhe juridik janë plotësuar, diku 99%. Më duhet të tregoj dhe të bëj thirrje te qytetarët që të mos djegin mbetjen në përshporete, pasi që ajo seriozisht ndikon në ndotjen e ajrit dhe mjedisit jetësor. Trajanov tha se përveç anvisrive, keqpërdorime ka edhe nga disa objekte industriale dhe punëtori. Ai bëri thirrje që institucionet të kryejnë inspektime rregullisht dhe të sigurojnë mjedis të pastër jetësor.